të them një rast. Dëgjoj, fëmia, fëmia që shikon edhe po nuk e pa, e ndjen që mamaja e saj hani shuplak nga jati, nuk e harron kur dhe do ta urrej gjithë jetën. Jam dakord me ty. Jam dakord me ty. Fizike dhe psikologjike. Po shuhesh pra kjo është dhuna. Po flasim për një Po marrim shembull me shuplak, sepse nuk do marrim shembull me kalla. Po shpjegoj. Ti do ta hiperbolizon shumë. Po flasim 90 herë. Po ne po flasim shansi dytë, po jo për trastin. Po për shuplak. Sepse hym se po jemi në një ditë tjetër. Iku fare. Stedina. Nuk ka rast të dyshojmë. Embulon çdo gjë. Po themi edhe herë. Varet se do rish rastin e Tani, duke qenë se ishte edhe çështja si tha Brikena, po të kisha fëmijë. Tani të pasurit një fëmijë e ndryshon në një marrëdhënie perceptimin çfarë është dhunë e pranueshme dhe çfarë nuk është dhunë e pranueshme. Nuk e ndryshon fare perceptimin tim. Nuk e ndryshon më vajzë. Jepë mendimin tënd. Kjo është interesante. Por nuk e ndryshon sepse unë nuk do doja që fëmia im të rritet në dhunë. Unë e thash kjo ishte fjalia e parë që unë thash. Edhe oj Brikena, në momentin që ndodhe dyta i kap dhe ikën në shtëpi normal. Qofë se ndodh i herë, normal që do e përbi për fëmijën tim kaq. Ndodhi për s'dyti, këtë dera. Pra, fiks. O Mateo, se nëse, një sekund, po s'duhet vi as rasti parë. O Ina, as rasti parë s'duhet vi. Nuk duhet vi. Ndodhi, nuk ka, ajo familje ka probleme. Do t'i vi rasti dytë, rasti tretë. Edhe sikur mos t'i vi kur, rasti dytë, rasti tretë, as një herë nuk do falet ajo gjë. Do t'a kesh gjithmonë. Po kemi burizmë në këtë gjë. Ka burizmë në këtë gjë. Dhe nuk do harrohet kurrë ajo shuplaka. Kur. Tani për ta bërë pak në kontekstin shqiptar, se rasti kishte ndodhur. A mund t'i bëj një pyetje personale? Prandaj në këto raste ka sigurisht. Dhe rasti do nusit Mirë, të lutem. Tani, situata ka ndodhur në Itali. Apo jo? Po. Në kontekstin shqiptar, kur kemi afërsisht 10.000 raste të kallëzimeve në polici për dhunë në familje. Këto janë familje që e mendon që e kanë nisur me një shuplak dhe kanë shkuar më tutje, pastaj se shpërsëritur e dyta, sa mendon se kanë mbetur me një? Tash, ngam, normalisht që një person që t'jepi shuplak, mund ndodh që t'jepi edhe tjera shuplaka, është në rregull, është në rregull, po priti sekond. Nëse për 7 vite martesë nuk ka ndodhi gjë e tillë, edhe mas 7 viteve zoja në fjalë bën një gabim, e cila ajo ka bën një gabim, edhe ai futi shuplak mas 7 viteve, ndodh i herë, atëherë atë gjë për fëmijën tim e përbi, po nëse ndodh prap, normal se do i marr gjanat dhe do iki. Po dua ta them vetëm edhe një gjë tjetër dhe ta di mendimin e ju. Vetëm edhe një gjë tjetër, Miri, lutem respekto, të lutem. Sufleti të respektoj, respekto. Tash një gjë tjetër. Siç e shoh unë tradhtin, tash nëse për mendimin tim, nëse i femër tradhton dhe unë do isha i mashkull, unë nuk do i pranoja më kur atë femër. Se priti sekond më i motër. Se për mendimin tem, femna është shumë e shejt. Edhe femna, do me thonë, vepron, kur vepron me boj gjë t'il, do me thonë, e ka mendu mira gjë, kupton? Ndryshe nga mashkulli, femna është, do me thonë, është një qenje e butë, dhe në qëfë se femna tradhton, për mendimin tem, qëfë se unë isha kon mashkull, nuk do i kisha pranu kur tradhtin. Po unë, personalisht unë, në qofë se do isha e martuar, dhe në qofë se do kisha i fëmi, edhe burrim do më tratoje i herë, unë personalisht për hatër të fëmis tem, do e pranoja gjë kisha marrë. Kisha pranoja. Nuk do kisha falë 2-3 herë, po i herë e kisha falë gjithmonë, një herë kisha falë gjithmonë për fëmijën. A mund ta Kjo është më katastrofë e parë. Brenda vetes tënde. Si mund pranosh tradhtin e burrit? Dhe nuk i do kishte fare vlerë që fëmia të priste.